Përshëndes gjithëve. Po sikur njerëzimi të kthehet në zombi, çfarë do ta shkaktonte atë që të kthehej në zombi? Pra, kush do të ishte shkaku dhe tjetra që është akoma më e rëndësishme, si do të ishte njerëzimi nëse do të kthehej në zombi? Dëgjojeni me vëmendje këtë që do t'ju them tani, sepse pretendohet që zombët kanë ekzistuar me të vërtetë. Madje është kryer një film i ri tani që padyshim shumë prej jush e kanë parë, The Last of Us, që pretendohet që gjë që nuk e dinin më përpara shkencëtarët, që pretendohet që mjafton një njeri i vetëm që të infektohet nga një lloj kërpudhe dhe kjo mund të shkaktojë dëme të pariparueshme në racën njerëzore. Madje mund ta shfarosë racën njerëzore përgjithmonë. Dëgjojeni me kujdes dhe kush është rastësisht nëse nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Atëre, filmin The Last of Us, ndoshta e keni parë, por ata që nuk e kanë parë, tregon se si njeriu u infektua nga një lloj milingone. Tani disa, sepse kam vënë disa komente ku në disa nga këto video i kujtojnë se janë fantazira. Këtë ka bërë një studim të hollësishëm National Geographic, bile ka qenë një dokumentar që ka folur për këtë, sepse në vitin 1982 një tip i quajtur White Dave Davis bëri një zbulim maramëns në Haiti, sepse tregohet që në Haiti duhet të dini që në Haiti ka disa magjistar ose mirë shaman, si mund të quhen, dhe këta lozin ose në thonjza me disa barna, me disa kombinime barnash, por njëkohësisht edhe me disa kërpudha. Duhet të dini që kërpudhat janë ato që, sepse për ata që nuk e din, kërpudha është një mish sipas shkencës, një mish që jeton, por që tashmë nuk ishte dikur, ishte një kafsh që rrinte në për pyje dhe tani i është ngjitur pemës. Mirë po, duke qenë kërpudhat në përgjithësi, sepse ka rreth 7 milion një gjë e tillë kërpudha, dhe duke qenë këto kërpudha që kanë miliarda vite në këtë planet, kanë mes tyre disa viruse që mund të shkaktojnë dëme të pariparueshme. Dhe një nga këto kërpudhat që quhet, mos gaboj, një Cordyceps, kërpudha Cordyceps, që është një kërpudhë që është e rrallë, por rritet është e gjatë parafërsisht kjo kërpudhë dhe në ngjyrë të verdhë. Tani çfarë bën? Nëse keni parë, edhe në Shqipëri kishte disa kur ishim të rinj, nëse keni parë, i shkojnë milingonat. Dhe çfarë ndodh? Disa nga milingonat, në qoftë se nuk kanë më mundësi që të lëvizin, që të jetojnë, ato shkojnë aty te Cordycepsi dhe e lën që ta pickojë. Pra, kjo lloj kërpudhe futet në trupin e milingonës dhe çfarë ndodh? Milingona e lë sepse nuk do që të jetoj më, por njëkohësisht sepse kërkon energji, janë energjike këto. Me fjalë, të japin shumë energji dhe të japin çmenduri. Është e vërtet. Dhe milingonat rrinë aty derisa infektohen nga kjo. Dhe jetojnë edhe pak më shumë, por si jetojnë? I lindin kërpudhat në përtrup, në kokë, në trup, po, i lind kërpudha, virusi, dhe bëhet agresive. Milingona mund të hajë sa të dojë të tjera, milingona të tjera. Mirë po, ka një ligj të milingonave, që milingonat shkojnë aty, më digji me kujdes, diqeni, por milingonat shkojnë aty dhe e vrasin. Pra, ndodh që janë 4, 5, 6 apo 10. Dhe në momentin që ajo që e vrasin, ajo çliron një lloj acidi dhe i infekton edhe të tjerat. Në momentin që infekton të tjerat, shkojnë milingonat e tjera dhe i vrasin. E vrasin dhe këto që u infektuan, pra ushtarët, sepse duhet të dini që milingonat janë tepër të organizuara, kanë ushtar, oficera, general, po. Dhe secila prej tyre bën një detyrë. Pra, këto që bëjnë këtë detyrë, ngordhin, vdesin. Do thoni ju tani, po mirë, edhe njerëzit kështu mund të bëjnë, por dëgjoni me kujdes. Në filmin The Last of Us nuk ka shans që njeriu mund të mbijetoj nga një gjë e tillë. Pastaj, si janë këta
zombit që tregohet në për filma. Nuk janë ashtu. Atëre, në qoftë se do të ndodhë një gjë e tillë, një zombi i tillë, sepse duhet dini që zombi i parë, filmi i parë është bërë në vitin 1932, mos gaboj, dhe pastaj në vitin 1968 u bë i famshëm, sepse u bë një film, mase mbani mend ju si ai Walk of Dead. Perandoria e të vdekurve, kështu ishte, mos gaboj, dhe bëri bujë të madhe ky film, sepse në vitin 1982 pastaj u zbulua që në Haiti, siç ju thash, kishte disa shaman që këta u jepnin njerëzve disa kërpudha që pasi kishin vdekur, është e vërtet kjo? Me fjalë, edhe ndonse është kthyer në legjend. Disa thonë që nuk mund të jetë që njeriu të vdes dhe të kthehet në jetë. Prisni pak, sepse këta e bënin brenda 72 orëve. Pra, kur njeriu sapo kishte vdekur, jepnin këto kërpudha, njeriu ngrihesh në këmbë, lëvizte. Tani nuk di se çfarë i shkakton sistemit nervor. Është e vërtet kjo dhe e kanë bërë edhe teste, por askush nuk flet për këtë. Dhe i hidhnin këto kërpudhat që ta mbanin njeriu dhe pak. Dhe pse e bënin këtë? Shamanët ose këta magjistarët e Haitit e bënin sepse kërkonin që të viheshin në kontakt me botën tjetër. Dhe nga momenti që njeriu kishte vdekur, këta në atë mënyrë viheshin në kontakt dhe kishin informacionet që u duheshin për çfarë do lloj gjëje. Zakonisht e bënin për të bërë të pushtetshëm ose edhe të pasur, ose për të gjetur ar, kryesisht. Dhe pak ishin ata që e bënin për të vënë në kontakt me shpirtra, me fjalë me nënën, babain, ku ta di unë, me shpirtra të tjerë. Dhe tani çfarë ndodh? Kishin zbuluar, pra në Haiti ky Wade Davis, nuk e mbaj mend, Wade Davis kishte zbuluar që në këtë kombinim që bënin këta shamanët, kishte diçka reale. Bëri disa teste, ishte një biolog ky, dhe kuptoi që pas kërkan ishte e vërtet, dhe kanë disa efekte këto lloj kombinimesh në trupin dhe në trurin e njeriut. Po si do të jenë, më ndiq që i thashë, është për të mirën e të gjithëve, sepse këto gjëra ndodhin dhe mund të ndodhë një gjë e tillë, madje edhe në vendet që ju nuk besoni, për shembull Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malzi. Pse? Sepse një kërpudhë e tillë mund të ekzistojë dhe në këto vende. Ekziston, bile sepse pash që ekziston, dhe mund edhe të infektohesh nga kjo kërpudhë pa qenë nevoja e një milingone. Mund të infektohet njeriu. Dhe në qoftë se infektohet, sepse këtu është shkaku tani, atë që po ju tregoj tani. Në qoftë se infektohet njeriu, si do ta kuptoj ai që në qoftë se është një zombi ose jo? Hiqeni nga mendja ata filma që keni parë. Ata filma që keni parë lidhen me atë legjend që ju thash që tregohet për në Haiti, që u jepnin këtyre të vdekurve ose dhe të gjallëve që ishin gati për të vdekur këto kërpudhat, dhe këta jetonin sikur të ishin gjysmë të vdekur. Hiqeni nga mendja këtë. Me një fjalë, ata zombi që keni parë aty që ikin ashtu nga dal dhe i kanë atë fytyrën kështu, mos janë budallëqe. Zombat e vërtet nuk janë kështu, sepse çfarë shkakton ky lloj pra cordyceps? Çfarë shkakton? Cordycepsi shkakton, kjo lloj kërpudhe, shkakton një problem në tru. Dhe njeriu bëhet jo vetëm agresiv, por edhe super i fortë. Nuk bëhet ashtu siç ishte aty që është i dobët, rri ashtu, jo. Absolutisht jo. Sipas këtij dokumentari që është bërë për National Geographic, njeriu është agresiv, nuk e kupton, sepse problemi, ose mirë virusi, lind brenda, pra brenda trurit, bëhen disa, sikur të lindin disa pemë të vogla, me një fjalë parafërsisht, dhe ndonjëri nga ju do thot, po mirë, nuk vdes me njerë, duhet kohë që të vdes. Pra lindin ato viruset, ose këto, si mund të quhen, këto degët, okay? Të vogla të kësaj kërpudhe brenda në tru. Madje edhe në gjithë trupin mendohet. Dhe në fakt edhe te ky filmi që The Last of Us tregon parafërsisht këtë. Duhet të dini që në filmin The Last of Us kanë qenë dy biologë që kanë punuar dhe njëri nga këta është një nga biologët më të mëdhenj në botë. Dhe ai ka studiuar pikërisht këtë lloj kërpudhe, pra cordyceps. Dhe duhet të dini që deri në vitin 2007
kjo lloj kërpudhe nuk ekzistonte, sepse askush nuk e njihte. Ndoshta njihej, ndoshta ekzistonte, por nuk e njihnin. Me një fjalë, mund të ekzistonte pak, por çudia është që pas vitit 2012 lindi kjo kërpudha. Me një fjalë, u përhap në gjithë botën, në gjithë kontinentet. Më përpara nuk ishte kaq e përhapur dhe nuk kuptohet se përse. Dhe ky biologu që ka punuar për këtë filmin, pra The Last of Us, ka zbuluar që është problemi i klimës, që mund të jetë temperatura më e lartë e planetit. Ai thotë kështu: në qoftë se temperatura e planetit do të rritet qoftë edhe 4 gradë më shumë, 3 ose 4 gradë më shumë, po them në përgjithësi gjatë gjithë vitit, atëherë gjithë planeti do të mbushet me këtë. Por nuk është ky problemi, sepse nuk është vetëm lindja e kërpudhës që mund të ndodhë dhe ti thua që okay, nuk e prek. Jo, por ato qelizat ose grimcat e saj, gjatë momentit qofse ka shumë vap, me një fjalë djersin, me pak fjalë, sepse djersin kërpudha, nga ky moment mund të shpërndahet edhe në hapësirë, kur bën pjallënimin, parafërsisht. Dhe mund ta thithi dhe njeriu me anë të hundës dhe gojës. Pra, kjo është pothuajse pa mundur që të ndodh, por mund edhe të ndodh, sepse mund të rritet temperatura. Dhe nëse rritet temperatura, këto kërpudha rriten masivisht gjithandej dhe me kalimin e kohës përhapen në hapësirë, pra përhapen grimcat e saj dhe nëpërmjet pjallënimit. Por nuk është ky problemi. Problemi kryesor janë milingonat. Shumë njerëz shkojnë dhe shëtisin në për zona ku ka milingona, për shembull në për ata që jetojnë në fshat, ose jo vetëm në fshat, por edhe në për qytete ku ka pyje, ku ka bar. Dhe ti nuk mund ta dish kur që një milingon mund të ketë ardhur kush e di nga ku, që ka është lënë, me një fjalë, që ta pickoj kjo lloj kërpudhe, dhe ajo ka virusin aty. Në momentin që të pickon, ike, sepse futet në gjak. Tani, ndoshta një milingone vetme mund edhe mos ta bëj, por sipas gjasave dhe të këtij filmi, ky është shkaku që mund të shkaktoj një pandemi të madhe ose një zombi në përgjithësi të njerëzimit, dhe mund të shfarosi njerëzimin, sepse askush nuk e kupton fillimisht, sepse ky është problemi kryesor. Nuk e kupton askush fillimisht që është i smur ose jo, sepse godet trurin. Pra nuk është se bëhen të shëmtuar në fytyrë, që ta shikosh ti të shëmtuar me atë edhe të iki ashtu ngadalë. Jo, por është agresiv shumë i shpejt dhe shumë më i fortë se sa normal, sepse agresiviteti e çon njeriu pra në shpejtësi dhe në që të sillet ndryshe. Pra këto janë ato të dhënat e fundit për sa i përket zombit, ose në qoftë se do të ekzistojnë zombët një ditë dhe çfarë mund t'i shkaktoj. Ju e keni dëgjuar këtë ose keni parë këtë filmin The Last of Us, ja u këshilloj ta shihni dhe dëgjoni me kujdes se çfarë flitet në këtë film, sepse ka edhe disa teknika, si mund të quhet, që flitet për këtë film. Duhet të dini që në kohët e lashta, edhe në Shqipëri, përgatitej një lloj nga këto gratë, si mund të themi, ose nga këta njerëzit magjistar që bënin disa kombinime për të aktivizuar disa vatra të trurit njeriut. Dhe kjo është më së vërtet, dhe e bënin këtë me një lloj barishte, dhe një lloj me barishte dhe me kërpudh, me një lloj kërpudhe, dhe kombinimi rriste, me fjalë ka, sepse e ka zbuluar, ka tetradoksin. Tetradoksina, që është tetrodoksina, është në qoftë se është në doza të forta dhe në qoftë se ka kohë që gjendet në hapësirë, pra në natyrë, është super e fortë dhe krijon një neurotoksin në trurin e njeriut që mund t'i shkaktoj dëme të pariparueshme trurit. Dhe ky është një fakt i çuditshëm që ka ndodhur edhe në trojet shqiptare. Disa njerëzve, zakonisht atyre që